E po pse sprovon Allahu dhul xhelal? Pse na bjen ajo çka se dojmë? Ti shte kon veç mirë do, ti shim knat veç rahat. Ja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ajo çka i bjen njeriu në krye, çka s'ia bën qefin, ha? Ajo është për dy arsye. Allahu dhul xhelal e sprovon për dy gjëra. Njëna është sprov që ta shef imanin e tij dhe sa ajo është i kënaqur me kaderin e Allahut. Dhe për shkak të asaj do të jep derexhe të larta. Dhe njeriu kur i bjen ndonjë telashe, sado që ti duket e rënd, po ta llogarit se sa do ta shpërblen Allahu dhul xhelal atë për sabrin e tij, ajo nuk do të kish kurfar rëndësie. Do të ishte shumë e lehtë, sikur ta ketë parasysh se çfarë shpërblimi ka. Sa ka shpërblim? Allahu dhul xhelal thot: "Wa bashir epi miqde." Epi miqde sabrlis. Ti dikush me të thonë miqde, me thonë a më japish miqde diçka do të kallzoj, ti veç pret miqde filani, po me konaj diçka më i lart, ai të thot miqde, me siguri ka diçka. Pasi të thot miqde, ka diçka, si hariq, a? Allahu dhul xhelal thot: "Ve bashir es-sabirin", epi miqde durimtari. Me çka o Zot jap miqde? Epi miqde me xhennet. Allahu nasip na.